Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin tonë Argument, kam ftuar avokatin Renis Nushaj, kandidat për të zgjedhur senator në shtetin e Michiganit, në senatorët e zgjedhur për Lansing, i cili ka filluar fushatën e tij elektorale, atë paraprake të grumbullimit të fondeve për të qenë një senator me origjinë shqiptare brenda legjislacionit të shtetit Michiganit. Është krenari që të kemi shqiptarë të cilët të angazhohen si në pushtetin lokal ashtu dhe në pushtetin qendror. Zoti Renis është i mirënjohur nga komuniteti ynë për vite me radhë, për veprimtarinë e tij ligjore si avokat, por ai kërkon të bëjë një hap më tej, një hap drejt angazhimit të tij në politikë, dhe ne mbështesim çdo shqiptar amerikan në drejtim si të politikës lokale, të cilës do parti qoftë, për të na bërë ne si komunitet të realizojmë atë që duhet ta bënim ndoshta më përpara në kohë, për të qenë të pranishëm aty ku merren vendimet brenda qeverisë lokale apo qeverisë qendrore. Renis, mirë se erdhe. Faleminderit shumë, është një kënaqësi dhe faleminderit shumë për fjalët e këndshme. Ishim bashkë në një fundraiser të organizuar nga ju dhe fushata e juaj, me një grup bashkëtetarësh të cilët ju mbështesin, jo vetëm si shok apo mik i tyre, por edhe si një bashkëtetar, si një shqiptar që do dhe kërkon të angazhohet në politikë. Pyetja e parë ka të bëjë me këtë. Duke qenë një avokat i realizuar, si do të është në pikpamjen financiare, në pikpamje profesionale, përse ju duhet, përse hidheni një hap më tej në drejtim të politikës këtu lokale në shtetin e Michiganit? Faleminderit. Ajo është pyetje shumë e vënd, është pyetje që unë i përgjigjem gjatë gjithë kohës, duke filluar që brenda shtëpisë me bashkëshorten time. Edhe pyetja kërkon një përgjigje të gjerë, do të jap një përgjigje të gjerë, mos të jap atë përgjigje në shkurtër dhe drejt për drejt. Në fund fare ju keni absolutisht drejt. Unë si avokat kam jetë mrekullueshme. Ne njëri personalisht bashkë, jam i martuar, kam 2 vajza që janë nga 9 vjeç secila, jam binjake. Nga aspekti profesional jam gjithçka kisha dëshirë të arrija në aspektin tim profesional, besoj se i kam arritur dhe jam shtimase i kënaqur, jetojmë jetë mrekullueshme. Dhe në fund fare, për shumë arsye, nëse do analizoja në mënyrë logjike vendimmarrjen në lidhje me aspektet politike të jetës, do thosha që do ishin e panevojshme, krejtësisht e panevojshme. Por pastaj filloj mendoj në disa aspekte që mbase vijnë nga profesioni, po janë të bazuar në jetën tonë si komunitet. Në aspektin profesional do thosha këtë. Si avokat, unë kur përfaqësoj individa për korporata apo bizneset tona të komunitetit tonë, sepse jam me fat që përfaqësoj komunitetin tonë në vijat përgjithshme. Çfarë bëj? Mundohem që brenda parametrave të ligjeve të jap zgjidhje problemeve të atij individi, apo atij bashkëkombësi që kemi, apo atij biznesi, në mënyrë që ata problemi që ka dalë përpara, të japim një zgjidhje sa më pozitive që të jetë mundur. Por në fund fare, edhe unë jam 16 vjeç që jam avokat sot. Në fund kam arritur në këtë konkluzion, që është mbase konkluzioni pa evitueshëm për të gjithë neve, pa rëndësi ka çfarë profesioni janë, që të japë zgjidhje individuale të problemeve të komunitetit tonë, mbase është e pamjaftueshme. Shumë sa aq duhet të bëjmë. Dhe për ne që kemi aftësinë të bëjmë diçka më shumë, është e nevojshme, është e detyrueshme që të bëjmë më shumë. Unë shikoj që zgjidhjet sistematike të problemeve sistematike që kemi janë të nevojshme. Edhe analiza më banale që bëj zakonisht dhe që jap si shpjegim është kjo. Nëse dikush merr një gjop trafiku, ku del nga një rrugë dhe thjesht i pret rrugën dikujt dhe dikush e godet, krijon një aksident. Personi zakonisht mendon, okay, bëra gabim, do marrë të gjopën, do marrë topik, do marrë një avokat që të më kursej ato sanksionet më të ashpra të ligjit të rrugës, të drejtimit të mjeteve, edhe aty mbaron analiza. Për mua si avokat, nëse shikoj që ka ajo një rrugë, mbas atij problemit që krijove ti, ai problem ndodhet 3 herë tjera gjatë javës, 10 herë tjera gjatë muajit, ndodhet 100 herë në vit, problemi nuk është më ka i drejtuesi atij ato mjeti.
nuk është më individual, nuk është gabim personal, po është një problem sistematik në mënyrën se si kemi ndërtuar rrugën, si kemi ndërtuar shpejtësinë, si kemi ndërtuar shenjat e fiksimit, rregullat, gjithçka. Edhe kjo analizë ka përshtypjen aplikohet anë sistemit. Dhe jam i opinionit që neve do të japim zgjidhjet tona sistematike. Edhe ju përmendët atë fundraiser ku ishim ne para disa ditëve fundit. Aty ishim me një grup bashkëkombëtar tan. Gjithë shumica për tyre ishin moshatarë tan. Edhe një pjesë grupi organizues është një shoqat që unë e kam shumë për zemër, që është Besoke Diaspora. E kam për zemër si nga individët që janë pjesë e shoqatës, po edhe nga misioni dhe nga synimi që kanë. Dhe ai grup është një grup që kërkon diçka shumë më shumë, të arrijë diçka shumë më të madhe për këtë diasporën tonë, për komunitetin tonë, nga çka arritur deri më sot. Në një farë mënyrë ai është edhe synimi im personal. Një nga poshllëqet që kemi neve si komunitet, se mos harrojmë që ky është komunitet që ka vite këtu. Edhe vala e fundit e emigracionit është bërë tani 30 vjeçare. Jo më pasaj shqiptarët e tjerë që janë edhe më të hershëm. Neve një nga boshllëqet që kemi janë boshllëqet në aspekt në rangun politik, në vendimarrjen politike. Dhe jam i opinionit personal që mungesat tona në rangun politik na ndikojnë tej masa. Dhe nuk në një farë mënyrë ose në tjetër, na ndikojnë në paaftësi për të dhënë zgjidhje problemeve sistematike që ka ky komunitet. Kjo është edhe një nga arsyet kryesore pse unë po shkoj për këtë fushat, për kandidatoj për këtë grup. E qartë, por në këtë mes, cila është përvoja juaj jetësore, profesionale që ju shtyn që mendoni se jeni përgatitur tashmë për detyrën e senatorit të shtetit? Faleminderit. Do ta realizoj në dy mënyra sepse shumë më ndërtohet të pyetje dhe unë e vlerësoj tej mase. Në aspektin personal, të qenit shqiptar kanë përshtypjen na ndihmon shumë më shumë se sa ndihmon shumë kandidatë tjerë. Një nga mënyrat se si na ndihmon është fakti që ne si shqiptar kemi aftësinë të dallojmë korrupsionin kur e shohim me sy, sepse kemi histori e trashëgimi dhe eksperiencë individuale dhe mbarkombëtare në të drejtim. Edhe unë atë vlerësoj tej mase personalisht ke vetë ke gjithë nëse shqiptar. Edhe analiza ime në atë drejtim është kjo. Unë kësaj që dal nga shtëpia, filloj të bëj ankesa me zot lart deri në atë pikë që edhe vajzat e mia që i kanë makinën zakonisht kur i çojnë në shkollë, kanë filluar të thonë që babai ti gjithë çfarë bën është vetëm ankohesh gjithë ditën. Edhe një nga ankesat që vjen është thjesht sepse dalloj korrupsionin që sa del nga dera e shtëpisë. Kur shikoj këto rrugët tona këtu në këtë shtetin tonë famoz, ku edhe ka përshtypjen edhe unë dhe ti do jemi dakord për këtë që rrugët tona këtu lën aq për dëshiruar sa që ngaherë them që rrugët e Shqipërisë janë më të mira sa nga këto rrugët tona këtu. Edhe kjo mua më duket absurde. Më duket absurde për arsye se detyrimisht ne paguajmë taksa thjesht për privilegjin që të parkojmë shtëpinë ke këto qytete ku jetojmë. Paguajmë taksa sa ju e dini shumë mirë sa paguajmë. Ato taksa na i marrin dhe pastaj presupozohet që shkojnë në një seri me drejtime që të bëjnë jetën tonë sa më komode që nga shkollat, që nga shkollat, rrugët, më thetash, gjithçka. Rrugët nuk janë gjendje aty ku duhet jenë. Rrugët janë skandaloze, po të marr atë shembull. Atëherë pyetja që na lind që të gjithë neve që paguajmë taksa për punë është, po çfarë bënim me parët? Sepse pastaj sa herë që duam neve që të rregullojmë një rrugë, sa herë që duam bëjmë drejtar në një shkollë, sa herë që duam bëjmë një përmirësim në çdo aspekt qeverisë tonë, në ndërtesa, çado që të jetë. Çfarë thonë? Thonë duhet të rrisim taksat. Atëherë pyetja lidhet vetë ty, po çfarë po bën me ato taksa që na merr? Rritim mileage që është. Bën një mileage që o burra duhet ta rrisin atë, edhe vit për vit gjithmonë taksat tona rriten, dhe mileage ke shtëpia rritet. Ti parasysh, kostot rriten gjithashtu, edhe me që s'bëhet, nuk bën rregullohen ato gjëra që duam të rregullojmë, nuk rregullohen. Edhe prandaj edhe mund të jap për shembull pafund lidhje me këtë aspekt, që kjo unë do të thosha është absolutisht, ky është korrupsioni. Këtu korrupsioni në këtë vend është i legalizuar. Është sepse funksionon pas kontratave. Çdo gjë bëhet me vendime të hapura. Po në fund fare, nëse taksat merren, të ardhurat merren nga individët, nga kush merret? Nga unë, nga ti, nga ata që punojnë, nga familjet tona. Merren dhe pastaj në fund fare puna nuk bëhet. Ti mund t'ia vësh emrin si ta duash asaj. Mund t'ia vësh emrin burokraci, mund t'ia vësh emrin çfarë duash ti. Po në fund fare, ne si shqiptar e dallojmë për atë që është korrupsion. Jo, ne jetoj në Stalingajc para disa kohësh kishte një problem të tillë me këta grumbullimin e plerave, me një kompani, nuk po përmend emër, por këto dalin se
dalin sistemet, jo po vjen një kompani tjetër, jo po ashtu, po kështu e njëjta gjë është edhe me, po shifshin pastrimin e borës këto ditë. Një rrugë ishte pastruar, rrugët tjetër dhe një ditë më vonë e pa pastruar, dhe ajde. Absolutisht. Edhe këto janë gjërat që të çmenin kur jenë në jetë normale, ditë për ditë, duke marrë me 100 milion gjërat e tua që merr zakonisht, në profesion, me familjen, me thetash, gjë e fundit që ke nevojë të mendosh është mendosh për këto realitete. A do pastrohet bora apo jo? Është absurditet ta mendosh, sepse nuk është se jetojmë në një vend botës tretë. Vendin e botës tretë gjanëm e kemi lënë mbrapa. Kemi ardhur në vendin më të pasur në historinë e njerëzimit. Jo më të pasur sot, po gjatë gjithë historisë njerëzimit. Dhe të kemi këto lloj problemesh neve në këtë shtet, një shtet për 10 milion banorësh, një shtet ku ka të ardhura pafund, ku ka biznes, ka punë, ka progres, kjo është absurde ta mendosh. Prandaj edhe unë kandidoj. Nga ana tjetër, ditë të them që përveç kësaj aspekti personal, aspekti profesional më ndihmon në këtë aspekt, në aspektin e kandidimit, dhe ka përshtypjen ka përgatitur për atë punë. Unë që para se të bësh avokat mes periudhës ku mbarova shkollën e lartë dhe pastaj shkova në juridik, unë punova në Washington DC për senatorin tonë atëhershëm që ishte Carl Levin. Edhe në një farë mënyrë kam eksperiencë brenda një organizate si ajo, që është organizatë legjislative e shtetit amerikan. Ky rol që po synoj është gjithashtu rol legjislativ. Normalisht puna ime si avokat ka ndihmuar gjatë gjithë viteve që të merrem me ligjet e këtij vendi dhe i njoh mirë ato, ligjet e shtetit tonë. Dhe kur synoj që të rregulloj në mënyrë sistematike problemet me të cilat merremi neve dhe shikoj në rangun politik, në rangun se ku ndodhin këto ndryshime, kjo është arsyeja pse synoj dhe kandidoj për pozicionin si senator i shtetit Michiganit, për arsye se në rangun politik legislativi është ai që rregullon këto lloj problemesh. Detyrimisht jam i opinionit që duhet bën kuptim, dhe është e nevojshme, që një avokat të jetë pjesë e legjislativit. Prandaj dhe kur shikoj legjislativin tonë dhe shikoj ca nga mangësitë që ka, në një farë mënyrë analiza ime më brin konkluzionin që them duhet mbas të kemi pak më shumë avokatë. Dhe unë e ju kemi folur personalisht në lidhje me këtë, ku kemi një legjislativ që është i përbërë nga dy dhoma, ashtu sikur se dhe e federali. Dhe dhoma e Senatit, që ka 38 senator, dhe dhoma e përfaqësuesve që ka 110 senator. Dhe siç kemi folur, kongresmen. Po, në dhomën e Senatit të shtetit Michiganit, nga 38 senator, kemi vetëm një avokat. Unë jam i opinionit që mbas edhe shumë avokat kemi aty nuk është mirë. Duhet të kemi një farë mënyrë balancë në bazë profesioneve. Po në fund të fundit është legjislativ. Absolutisht. Pra ti harton ligjet. Harton ligjet, dhe kush do i hartoj ligjet, në qoftë se nuk kemi një farë mënyrë diapazone dhe kulturën ligjore brenda dhe trajnimin ligjor brenda një institucioni. Në qoftë se kemi një avokat nga 38 mundshëm, kjo është absurditet. Në dhomën e përfaqësuesve janë 110 veta dhe 3 avokat total. A është një anomali atëherë që neve shikojmë këto rezultatesh në bazë të ligjeve që kemi, në bazë të ligjit të imigracionit, ligjit të siguracionit dhe atosha, në bazë të ligjeve që kanë përvojë me rregullimin e rrugëve, me shkëmbimin e fondeve nga shteti ke qeveritë lokale. Nuk është një mister që kemi gjithë lloj problemesh. Nuk është një mister që qytetet tona nuk kanë aftësi që të përmbushin ato kriteret që kërkojmë ne si rezident ndaj qyteteve ku jetojmë. Për arsye se merren taksat nga ne, taksat që na vjen qyteti, shkojnë njëherë në Lansing, dhe ne kemi një statut në bazë kushtetutës së shtetit tonë, kemi një statut që thotë që quhet revenue sharing, kur këto fonde do të kalojnë mbrapa këtyre qyteteve në bazë të nevojave të qyteteve. Okay. Para 30 vjetësh, 20 vjetësh, përfaqësuesit e Senatit tonë dhe përfaqësuesit e dhomës përfaqësuese, ndër të cilët edhe personi që unë kandidoj kundra, hodhën një votë që thanë, nuk do japim më këtyre qyteteve ato fondet ashtu si duhet, se do i përdorim ne fondet. Okay? Ajo ishte zanafilla e problemeve që kemi neve sot si komunitet. Ajo ishte zanafilla e atij momentit ku filluan rrugët tona të kalbeshin dhe mos rregulloheshin më. Infrastruktura në rrugë të kalbet dhe mos rregullohet më. Këto janë problemet që duhet eksperiencë në mënyrë që ti dish, eksperiencë në mënyrë që të propozosh zgjidhjet, eksperiencë në mënyrë që të kalosh zgjidhjet. Dhe kam përshtypjen që si avokat ajo është edhe roli. Ja, ana ligjore, po nga ana teknike pastaj gjen absolutisht. Një aspekt tjetër me që jemi këtu, një nga problemet është problemi i insurancave në shtetin e Michiganit. Është një nga shtetet që paguan më shumë insuranca për automjetet, si shpjegohet kjo?
ta them. U pretendua që do zgjidhej kjo punë, po në vend që të zgjidhej u ngatrua më keq. Është absolutisht problemi mbase kryesor që në rrjedhën e ndikimeve që kemi si individ, si antar të këtij komuniteti, është një gjëra që na ndikon më shumë, edhe që neve kemi ndjerë në mënyrë reale, në kohë reale, sepse na thanë që do zgjidhen ashtu siç tatë juve, dhe pastaj çfarë ndodhi? Krejtësisht e na sjellta. Çmimet tona janë arritur, por ndërkohë shërbimet janë ulur. Edhe ato benefits janë ulur në lidhje me linjën e siguracioneve. Edhe unë t'ju them edhe për koincidencë, pikërisht personi kundra cilit unë kandidoj, është personi që është një nga personat kryesor që ka qenë i përgjegjshëm për këtë realitet hidhur. Një ditë bukur, para shumë kohësh, lexova një artikull në gazetë që thoshte ndër të tjera, po fliste për 4 individët që merrin më shumë fonde nga lobimi, nga lobistët në Lansing. Dhe personi i cili kundër unë kandidoj ishte numri 2. Dhe unë mendova si avokat, si person që është në biznes, thash me veten time kur lexoj artikullin, thash me veten time, thash ky do këtë marrë miliona dollar. Se e kam bler, edhe kishim bler, grupi i siguracionit e ka bler, sepse ky vetë është shet siguracione. Pastaj kur lexova artikullin, ishte marrë $38,000 në 4 vjet, që i bie diku më pak se sa $10,000 në vit. Dhe pastaj në analizën time, në mendjen time thash, këtë person e kam bler për çmimin e një sanduiçi në ditë. Okay? Që është absurde ta mendosh. Dhe për atë një sanduiç në ditë, ai vajti dhe bëri një punë të parreshtur në mënyrë që kalonte këtë ligj. Dhe problemi në vetvete nuk ishte vetëm ai, po edhe ata që ishin kundër atij, personi që kandidoi kundër atij nga partia ime. Para me, gjithashtu e hodhi votën për të njëjtin ligj siguracioni, që është absurd ta mendosh. Me fjalë tjera, lobi i siguracionit bleu nga të dyja palët, nga të dyja partitë individ. Pse? Sepse që të gjithë blen për çmimin e një sanduiçi. Edhe kjo është fatkeqësia kryesore që kemi neve. Dhe kush i vuan këto? I vuajmë unë edhe ti, familja jote dhe familja ime, ku në rastin se nesër pas nesër, dikush nga familja ime dhe familja jote, larg qoftë, bën një aksident dhe ka një aksident relativisht katastrofik, ku nuk punon dot më. Është i detyruar, është lidhur larg qoftë në kravata, duke dhënë me karrotë, më the tash. Atëherë, ata individ nuk marrin më, nuk kanë më të drejtën që të marrin të njëjtat pagesa siç merrnin përpara, por në farë mënyrë pagesat e tyre përgjysmohen. Shokët tonë që ishin, disa për tyre që ishin aty ka jo fundraising ku ishin bashkë, ndër tjera, disa për tyre punojnë në këtë botë. Dhe çfarë thonë? Reagimi i tyre është ky. Deri para këtij ligji, kur merrnim siguracion, dhe bëje 5 dokumenta si fillim, kur ishe klient për e të parë. Herën e dytë kur shkon për të bërë rinovime, okay, nuk duheshin më 5 gjithë dokumentet nga fillimi. Thjesht bësh rinovim, që është diçka mos e normale. Kjo është një njëti person me gjitha drejta, a ka dëshuar në një gjë apo jo, nëse jo, hec përpara, bëhet rinovimi. Procesi është i thjeshtë, i drejtë për drejtë, edhe i lirë ekonomikisht detyrimisht. Tani çka ka ndodhur? Rinovimet funksionojnë një lloj si për herë të parë. Atëherë agjentët e siguracionit bëjnë punë kolosale që i kushton klientëve kohë, mund, që krijon probleme sepse nganjëherë nuk i bën dot në kohë dhe e humb siguracionin. Kërkojnë atë nga insuranca qendrore, PIP-ne, dhe jo po e gjete, jo po sa gjete. Absurditete. Nëse kompania jote ku ti punon është në një shtet tjetër, ata se kanë iden fare se është ligj i veçantë vetëm për Michigani. Edhe ideja në fund fare është përse? Çfarë po mundohemi të arrijmë me këtë? Çfarë po mundohemi të arrijmë me këtë ligj? Dhe siç unë do të them këtë, që në bazë botë kuptimit tim, në qoftë se roli jon si legjislativ, si shtet, është që të përmirësojmë jetën e njerëzve, atëherë do të punojmë, do të bëjmë analizën e këtij ligji dhe them, apo përmirëson ky jetën e njerëzve? Apo përmirëson? Sepse nëse po na bën të hedhim, ne kemi pasur shkojmë nga kodra në kodër në mënyrë që të përmbushim disa kriterje absurde, pa bazë logjike, që në farë mënyrë përmirësojnë vetëm të mirën ekonomike të kompanive siguracionit, por ky s'është ligj për ne. Është absurditet. Atëherë duhet ta ndrojmë. Dhe ata persona që janë të përgjegjshëm për këtë lloj ligji, po ata nuk mund të jenë persona që marrin vendime për popullin, se ata s'po marrin vendime për ne. Po marrin vendime për kush janë portë e tyre, ata që i mbështesin nga ana ekonomike. Prandaj kjo është dhe arsye pse unë jam këtë fushat. Michigani po përballet në një tranzicion ekonomik të shpejtë. Ju më thatë që ishit dje në këtë panairin e makinave. Si mendoni, cilët duhet të jetë strategjia juaj për të ndihmuar në zhvillimin ekonomik, si senator i shtetit? Po, absolutisht. Faleminderit. Unë isha dje ke panairin e makinave dhe normalisht, dhe
Ky është një realitet që ne të gjitha e njohim këtu në këtë shtet. Ky shtet është i predispozuar dhe që biznesin kryesor ti ta ketë biznesin e makinave, prodhimin e makinave. Dhe atë do ta mbështesim në çdo moment, për arsye se ajo është mirëqenie ekonomike për gjithë nes individ. Nuk është se po bën thjesht parë GM, Ford dhe Chrysler, përkundrazi. Po janë gjithë ata që janë punësuar aty, gjithë ata që janë punësuar si rrjedhoj e asaj. Dhe pasuria që krijon ajo në këtë shtet është e pamohueshme. Detyrimisht, sot motes atje tjetër, ne do të ndikojmë atë biznes, do të ndikojmë, do të japim prioritet këtij lloji biznesi. Do ndikojmë në mënyrë të heqim ato haka administrative që krijojnë probleme. Gjë më e thjeshtë që duhet bëjmë, që krijojnë probleme në administrimin e biznesit, e para. E dyta, duhet investojmë kam përshtypjen ke edukimi i brezave që vijojnë, sepse roli jon si shtet nuk duhet të jetë që të investojmë tek një teknologji specifike. Përndryshe do ishim akoma duke pasur ato makinat ose lokomotivat me avull, do ishim akoma duke mbrojtur ato lloj teknologjie në vend që të mbronim të ardhmen. Mënyra si ndikojmë të ardhmen është duke ndikuar ke shkollat tona. Dhe shkollat tona këtu, unë kam fëmijët në shkollë, normalisht janë 9 vjeç, kam kaluar vetë në shkollë, sepse kam bërë shkollën e mesme këtu, kam bërë shkollën e lartë këtu, kam bërë juridikun këtu. Shkollat tona kanë vepër ndim, në çdo hap të mundshëm. Dhe duke investuar ke individi, duke investuar ke fëmijët tanë, duke investuar ke vetvetja, ke njerëzit, do investojmë këtë ardhmen. Edhe për opinionin tim, nuk kam mënyrë më të mirë të mundshme që të ndikojmë të ardhmen ekonomike të vendit, dhe të biznesit të vendit, dhe të ekonomisë të vendit, përveç se duke investuar ke vetvetja, duke investuar ke fëmijët, duke investuar ke ardhmja. Kjo është mënyra kryesore. Pra, një aspekt tjetër që lidhet edhe me mënyrën se si shteti vepron me ekonominë, ka të bëjë për industrinë e makinave, ka të bëjë edhe me makinat elektrike, EV, por edhe me rolin që po luan inteligjenca artificiale në këtë mes. Unë pash para 2 ditësh në një emision ku flitej që ne t'ja lejmë klientit të zgjedhë atë mjet të tregut që punon për të. Edhe forcimi për të bler makina elektrike i la ato parkingjet e dealershipeve plot. Pra duhet gjetur një balans. Ja, unë jam dakord 100%. Që në mënyrë që ta forcojmë, edhe këtu shteti ka gjithmonë rol, sepse në një farë mënyrë ta mendojmë mbrapsh nga fillimi, që mos ta fillojmë historinë që sot ose që dje, po ta fillojmë atë nga filluar. Roli i shtetit është i pamohueshëm, sepse në fund fare ti nuk do krijoj dot një infrastrukturë për teknologjinë e makinave me naftë apo me benzinë. Që do ishte për mbar vendin, për mbar Amerikën, po mos kishte implikimin e shtetit në atë vendimarrje. Se nuk do krijoj dot një stacion ku të mbushim makinë me benzinë në çdo qoshe të rrugës, nga i herë në 4 qoshe të rrugës. Ashtu, po mos kishte influencën e shtetit këtu. Por nga ana tjetër, ana tjetër është gjithashtu e vërtetë. Po të kemi influencën e shtetit që mundohet ndikoj prioritetin ekonomik të vendimarrjes të kompanive, që janë kompani gjigante fundi e fundit, kompanive të makinave, po edhe ajo nuk bën kuptim. Edhe ajo nuk bën kuptim dhe në një farë mënyrë duhet lëmë forcat e tregut që të ecin me hapat e tyre, sepse ato reflektojnë realitetet tona ekonomike. Okej, kishte makina elektrike, po s'kishe vend ku ta chargjoje. Është absurditet. Kështu që realisht roli i shtetit nuk është që të jetë në këtë aspekt, nuk është as të jetë në krye të tavolinës, edhe të japi drejtim gjithë, ose në krye të timonit, të japi drejtim gjithë shkaje, po edhe të jetë në fund fare mbase nuk bën kuptim. Por duhet të jetë një rol që është krijon aftësinë për individin dhe kompanitë që janë në këtë biznes, që një farë mënyrë të ketë komunikim që bën kuptim me palën, ajo që është kërkesa individuale jonë, të arrihet në mënyrë natyrale nëpërmjet tregut. Dhe të jetë nëpërmjet tregut. Po, unë po habitem që e demokrat. Po, sa gjëra kam përshtypjen. Koment me fond. Në një farë mënyrë, ky tregu nuk është se na vjen, neve kemi eksperiencë si shqiptar, kemi eksperiencë me me 2 sisteme shumë ndryshme nga njëri tjetri. Edhe eksperiencën tonë gjatë komunizmit, ku në një farë mënyrë shteti kontrollon tregun. Edhe thot sa brava duhet krijosh ti për vendin. Edhe prandaj na dilin 120% brava për vendin, gjithë Shqipëria kishte të njëjtën brav, edhe pastaj kishim depo tëra plot me brava, se kishim më shumë brava se kishim dyer. Ajo është absurditet. Aty do kemi këtë eksperiencën me sistemin bas komunist në Shqipëri.
dhe sistemi që kemi këtu, që është sistemi i ekonomisë tregut. A është sistem që duhet lënë krejtësisht në duart privatit, po absolutisht jo, sepse ne duhet mbrojmë individin, edhe roli i shtetit është mbrojë individin. Në atë drejtim, mbrojtja e individit është krejtësisht e nevojshme dhe me shumë vlerë për ne. Por, çfarë do të thotë? Do të thotë që do sanksionosh tregun privat? Absolutisht jo. Ne jemi në biznes, unë jam biznes fundi e fundit, kështu që e shoh këtë analizë e shikoj jo në bazë të prizmit partijak, që nga njëherë është më shumë propagandë se sa është analizë ideologjike, po e shikoj me prizmin e çfarë bën kuptim për komunitetin tonë. Në fund fare, çfarë bën kuptim për jetën tonë. Edhe kuptimi për jetën tonë kam përshtypjen që vjen nga një jetë ku kjo lloj vendimarrje është natyrale dhe jo e forcuar, qoftë nga një drejtim, qoftë nga tjetri. E kuptoj fare mirë. Çfarë politikash fiskale mendoni që janë të nevojshme duke parë këtë kuadër përgjithshëm? Unë jam, edhe që të vazhdoj të lidhur opinion, sepse jam i lidhur opinion, jam në biznes, edhe kam 16 vjet minimalisht si avokat që punoj, kam biznesin tim personal. Edhe ditë them këtë dhe kam përshtypjen që kushdo që është në biznes, edhe nuk e nevojë të jesh në biznes, edhe ata që janë individ që thjesht punojnë për dikë tjetër, e din këtë, që të shkruash atë çekun që shkruajmë mes i biznese gjatë vitit apo në fund vitit për të paguar taksat, është një nga gjërat më të vështira që bëjmë. Fillon a dritë dora kur shkruajmë atë çekun. Edhe jo sepse nuk duam të shkruajmë çekun, por kam përshtypjen vjen nga fakti që mbasi e dërgojmë atë çekun, ku paguajmë taksat në bazë të çfarë të ardhura kemi pasur. Edhe në biznesin tim ajo sanksioni është në minimalisht është diku ke 23-24%, plus pasaj që janë pagesat e tjera që shtohen në bazë të ku paguajmë për punëtorët, FICA taxes, më the tash, shkon gjysma, mos më shumë shkon del jashtë, ashtu që marrim del jashtë. Arsyeja pse bëhet e vështirë ta shkruaj atë çek, atë lloj çeqesh, është kam përshtypjen sepse në fund fare çfarë shohim në përdorimin e atyre të pagesave nga shteti dhe mënyra si aplikohet pagesat tona dhe taksat tona në drejtime të ndryshme, siç po flisim më parë, gjatë jetës tonë janë bën në mënyrë jo të drejtë e para dhe jo në mënyrën e duhur, ka përshtypjen e dyta. Nëse taksat tona do paguheshin dhe do përdoreshin ashtu sikur se ky komunitet ka nevojë fundi e fundit, kam përshtypjen do kishim rrugë ku neve nuk do ankoheshim asnjëherë as unë as ti. Kam përshtypjen do kishim një infrastrukturë nën rrugë, me fjalë sewers, ato ujë, më the tash, që do ishin pa probleme. Kam përshtypjen që do kishim dritat, do i kishim pa probleme. Kur flas për drita, po flas për shkak kur shikon lart kudo që jenë në shtetin tonë. Kur shikon lart, shikon vetëm kabla elektrike dhe shtylla që është absurditet. Shtyllat që shtrëmta njëra kështu se janë për absurditete, edhe në Shqipëri nuk i kemi kaq sa janë këtu. Ke parasysh? Jo më në vende të tjera Evropës, dhe po flasim edhe një herë, po flasim për shtetin më të pasur në historinë e njerëzimit. Këto janë realitete absurde. Nëse parat tona do harxhoheshin ashtu si duhet, nuk do kishim këto lloj ankesash. Dhe gjithë do bënin edhe pagesë me kënaqësi. Po duke qenë se këto nuk shpenzohen ashtu si duhet, po në një farë mënyrë shpenzohen nëpërmjet, burokracisë, harxhimesh burokratike që janë nuk bëjnë kuptim për komunitetin tonë. Unë kam një problem aty. Edhe çfarë dua kur flasim lidhje me që të përgjigjem pyetjes suaj, çfarë opinioni kam lidhje me vizionin tim fiskal, është ky, që në qoftë se si shtet, si legjislator, do përdorim taksat e individëve të këtij komuniteti, të këtij shteti, 10 milion vetësh që punojnë, sakrifikojnë, ndërtojnë familje, rropaten për sepse jeta nuk është e kollajt, atëherë ne do të jemi të parë që janë më konservator në lidhje me përdorimin e atyre të ardhurave, dhe të jemi më të drejtë për drejtë dhe kemi aftësinë që në mënyrë të tregojmë punën tonë. Një nga boshllëqet që ka shteti jon, që lidhet në lidhje me këtë aspekt, është që ndryshe nga qytetet, neve nuk kemi aftësi të kërkojmë llogari qeveritarëve tonë në legjislaturë dhe në Governor's Office, që t'i kërkojmë llogari në bazë të kërkesës së dokumentave për veprimtarinë që ndodh. Neve kemi atë Freedom of Information Act request që bëhet në çdo qytet. Okay? Ti ke aftësi të kërkosh Këshillit lagjes se mayor për bashkiak FBI do të kush. Në shtetin tonë atë se bën dot. Pse? Ai personi që unë po kandidoj kundra, ka gjithmonë votuar kundër asaj, së bashku me gjithë shokët e tij atje në Lansing. Pse? Unë jam me opinionin që nëse jemi aq zgjuar sa që mendojmë që jemi, nëse jemi aq të aftë sa mendojmë të jemi, nëse jemi ato filozofia jonë politike, ideologjike është aq e saktë, edhe puna që bëjmë për komunitetin tonë është aq e duhur sa që mendojmë edhe themi, shprehemi që jemi, po atëherë s'ka asnjë arsye pse duhet ta mçefim punën tonë.
Pyetja duhet jemi shumë krenar. Themi shiko çfarë bëra për ty sot, shiko çfarë bëra për ty dje, shiko gjithë gjërat mira që po të sjell, i mora parët e tua, faleminderit shumë, po shiko çfarë kemi bërë për ty, kemi hiqë këto shtyllat, kemi rregulluar këto rrugët, transportin, kemi ndihmuar bizneset, kemi ndihmuar familjet. Nuk ka arsye pse të mundohemi të mçefim. Nëse po mçefim gjërat, e vetmi arsye që mendoj unë, kemi për të mçeur diçka, për të mçeur punën tonë ndaj komunitetit, ndaj votuesve, është nëse kemi korrupsion, nëse kemi diçka që ja vlen të mçepësh. Kjo është arsyeja pse unë kandidoj. Ne jemi shqiptar-amerikan dhe ju po kandidoni si një shqiptaro-amerikan. Këtu në Michigan ka një komunitet konsiderueshëm, pari apo i dyti në Shtetet e Bashkuara për nga numri i popullsisë. Sa përfaqëson sa mendon që do të përfaqësoj futja jote në Senat edhe interesat e këtij komuniteti? Unë jam e pjoj që dhe ishte diçka që deri më sot dashur pa dashur, në këtë nivel nuk e kemi pasur. Dhe nëse unë kam aftësi të arrijë këtë, dhe shpresoj të arrijë këtë dhe besoj se do arrijm këtë, por nëse kemi aftësi të arrijm këtë, do ishte diçka krejtësisht e vyer për këtë komunitet. Neve, siç tham, në vala e fundit të emigracionit të këtij komuniteti, është minimalisht 30 vjet e vjetër. Kemi shumë prej nesh, unë në rastin konkret, kam më shumë kohë në Amerikë, dhe kam më shumë kohë si qytetar amerikan, se që kam shpenzuar që nga lindja deri kur kam ikur nga Shqipëria 17 vjeç. Detyrimisht, duke pasur parasysh këtë dhe këtë realitet komunitetit tonë, është e nevojshme dhe ne unë jemi opinionit që jemi të vonuar që të kemi përfaqësuesit tonë në hallkat më të larta që mundemi brenda sistemit politik amerikan. Kemi arritur çdo nivel tjetër. Kemi avokat, kemi doktor, kemi gazetar, kemi biznesmen, kemi çdo çat duash ti, kemi gjithë, arkitekt, inxhinier më të tash, profesor. Por çfarë nuk kemi në rang që na përfaqëson ashtu si duhet në rangjet që meritojmë që të kemi, është në rangu politik. Ai është hapi, kam përshtypjen është hapi që na tregojnë neve që me vërtet kemi mbritur këtu, që me vërtet jemi pjesë e këtij komuniteti këtu dhe gjithë shqiptarët tanë, shqiptar-amerikanët tanë janë gatshëm dhe njerëz predispozuar dhe duhur në mënyrë që japin drejtim këtij shteti. Vëre tash duhet i themi edhe të metat tona si komunitet. Ne si shqiptar, kur vjen puna për individ, shuhemi edhe për aftësi, për zgjuarsi, për guxim, për iniciativë. Kur vjen puna pastaj si kolektiv, nuk gjejmë të njëjtin motiv së bashku, nuk gjejmë të paktën atë kohezion që kishin shqiptarët e kohës luftës Kosovës, për lobim, për mbështetje, por duhet gjejmë mes vetit, duhet organizohemi mes vetit, edhe mangësia kryesore unë e quaj antikapat të komunitetit ton është që ne nuk votojmë. Po, atë jam dakord me ty 500%. Vota këtu është shumë e rëndësishme, vota gjithmonë është shumë e rëndësishme, po këtu në veçantë në këtë shtet, në Amerikë, për ne është tema se vyer. Dhe kjo është votë që ka vlerë. Nganjëherë duhet qenë se vim nga Shqipëria, edhe nga eksperiencat tona në Shqipëri gjatë këtyre viteve, qoftë sistemi evropar, po sidomos viteve të demokracisë, ku nganjëherë opinioni i gjerë publik ka qenë që vota dashur pa dashur nuk ka dhënë rezultatin që duhet. Detyrimisht njerëzit nganjëherë frenohen, edhe që të shohësh për shembull votime në Shqipëri që kanë 40% pjesëmarrje në votim, unë do thosha që mbase në vitin 1991 do ishte e paimagjinueshme ajo. E paimagjinueshme. Detyrimisht edhe këtu, realiteti jon këtu nuk kam përshtypjen që ju keni drejt, nuk është shumë ndryshe nga ai që ju reflektuat, ku në aspektin individual kemi arritje, po pastaj në grupim kemi ca mangësira. Ato mangësirat, unë jam, siç thamë edhe përpara në analizën tjetër, jam i lidhur me opinion edhe këtu, që në qoftë për ne, dhe unë do e sjell ke vetja tani. Në qoftë se po kandidoj tani për këtë komunitet, fundit, sepse zona jon e fushatës është përfshin qytetin e Detroit, Rochester Hills, Sterling Heights, nga Dequindre deri në Van Dyke, nga 14 deri në Utica, qytetin e Utica dhe pastaj disa lagje në Shelby Township. Kjo është zona që e zgjedh këtë pozicion. Po mirë, është përqendrim, ka përqendrim shqiptar. Ky është komuniteti jon. Përqendrimi i komunitetit tonë është në vija të gjëra është këtu, është pikërisht këtu. Në qoftë se unë, dhe sjell ke vetja si thash, në qoftë se unë si kandidat, unë si Renis, si person që po mundohem të përfaqësoj këtë komunitet, jam aq i asa mendoj që jam. Kam një filozofi aq të saktë
do e ndihmoj komunitetin në atë mënyrë se si mendojnë që do ndihmoj, atëherë ka përshtypjen që roli im, detyra ime është që të dal para këtij komuniteti dhe të them më mbështesni mua dhe në momentin që më mbështesin mua, mbështetja juaj do ta përkthejmë në mbështetje për ju kur vjen momenti që do zgjidhemi. Në qoftë se jemi aq të aftë sa që mendojmë që jemi, duhet ta arrijmë këtë. Në qoftë se nuk kemi aq të aftë, atëherë do ishte mangësia do ishte jona. Vërtet kemi mangësi si komunitet në historikisht për këtë aspekt, por duhet që ne si individ që ngrejmë dorën, duhet jemi konsistent. Dhe unë jam i opinionit për shembull, sepse këtë e kam bazuar edhe në historikun e komunitetit tonë këtu, gjatë këtyre 30 viteve që kam unë në Amerikë. Zoti Kanivile, edhe unë kemi bërë një bisedë këtu e para 20 e kusur vjetësh në lidhje me këtë aspekt. Ku kemi mbështetur një djalë që kishte emrin Kushtrim Shaqiri, që kandidoi, ishte nga Kosova dhe kandidoi për një zonë diku që ka përfshinte edhe Hamtramck, po ishte kryesisht në Detroit. Kushtrimi që unë s'e takova asnjëherë me thënë drejtën, po ishte përveç se një fundraiser që bëri. Ta shoh sot rrugë, mbase nuk e dalloj dot. E mbështetën gjithë shqiptarët. Që të gjithë e dinë që ai mbase nuk do fitonte sepse ishte në zonë Detroit dhe një nga ata të Detroit e fitonte atë. Mbase dikush me emrin Kushtrim Shaqiri do kishte vështirësi. Por gjithsesi ne dolën dhe mbështetëm. Ne mbështetëm edhe unë mbaj mend që bisedën me zotin Vila. Zoti Vila tha, Renis, nuk kam ditë më të lumtur se kjo që po mbështesin shqiptar, sepse ai ishte, me sa mbaj mend unë, paktën ishte shqiptari i parë që kandidoi në çfarë do lloj rangu. Edhe unë isha dakord me Ganion. Isha dakord me Ganion dhe thash, "Ok, kjo është perfekt. Vërtet nuk do fitoj këtë, po do dalin nesër, do shkoj të kandidoj për një pozicion tjetër." Edhe ajo është loja. Që deri në momentin që të fitoj diku. Kushtimi nuk e bëri më atë. Arsyet e tij, nuk e di, s'di të them pse. Shumë për kandidatët e tanë kanë bërë një të gjë. Kanë mbajtur një herë, nuk kanë fituar, atëherë kanë nesër përpara. Nuk kanë kthyer më në atë rang. Po ky sporti jon, ky politika është sport profesionistësh. Dhe në një farë mënyrë do angazhim total, do angazhim të vazhdueshëm. Nuk mund ta provosh një herë ngresh dorën, thua më jepni ndihmë dhe pastaj blidhet gjithë komunitetin të japin ndihmë dhe pastaj ti ecën përpara ku nuk fiton. Ajo është e pamjaftueshme, sepse në një farë mënyrë lë një shije të hidhur në komunitet. Dhe komuniteti vetë thotë pastaj, "Ok, unë sa që ngre dorën dikush, na del njëri, ngre dorën, japim kontribut që është kontribut financiar, sepse kështu funksionon zgjedhjet këtu, është kontribut i kohës, i mundit, ke parasysh, angazhohen me familjet, angazhohen me komunitetin e gjerë, me komshin, më tash, bën shenjat e heq shenjat e më është e nevojshme që ne të bëjmë shumë më shumë se aq. Kështu që në këtë rang, në këtë moment që jemi neve, kemi 3 kandidat. Po kandidoj unë për koincidencë, se nuk është se bëm me fjalë. E që të 3 jemi avokat. Kandidoj unë, kandidoj Suzi Shkeli, kandidoj dhe Robert Gjuraj. Tani, unë uroj për të 3 neve të fitojmë. Po e zëm sigur asnjë prej nesh nuk fiton. Çfarë uroj gjithashtu? Uroj që 3 ne të kemi aftësinë që të dalim përballë të komunitetit dhe themi që kjo nuk funksionoi. Për 100 milion arsye që nuk funksionojnë zgjedhjet, se është mos e normale që të kandidosh edhe të humbur, s'ka asgjë të keqe. Por neve nuk do bëjmë me kaq. Puna jon për këtë komunitet do vazhdoj përpara. Do kthehemi nesër pas nesër, do kandidojmë për pozicionin numër 2, për pozicionin numër 3. Dhe Suzi në këtë rast është shembulli perfekt. Se nëse ju mbani mend, Suzi kandidoi për kongresin në fakt. Nuk funksionoi. Kësa radhë për kandidoi për sekretarin e shtetit. Edhe unë ditë them sepse Suzi e kanë brenda partisë time. Ditë them që pozicioni i saj në parti është i vyer. Dhe ajo në një farë mënyrë reflekton realitetin e komunitetit tonë. Ka ngritur dashur pa dashur profilin e komunitetit tonë. Ajo është diçka të mase pozitive. Neve atë postojmë të arrijmë dhe për ato duhet punojmë. Kështu që edhe pse kemi disa mangësi historike, ka përshtypjen mangësitë historike janë të ndërlikuara dhe janë gjëra, por nga ana tjetër janë mangësi që neve kemi aftësi të kontrollojmë dhe të rregullojmë në të ardhmen. Tash të ndalim tek zona juaj elektorale. Sa kandidatura janë brenda partisë, sa janë në përgjithësi? Zona që thash, zona gjeografike që është ky është kushtet e komunitetit janë. Votojnë rreth 260.000, janë rreth 260.000 banor. Kështu që edhe pse tingëllon si numër i madh për shkak krahasim me zonën e Robertit që është për kongres që është rreth 1 milion veta, është shumë e vogël. Krahasim me zonën e Suzit që është 10 milion veta, është shumë e vogël. Fakti që është e vogël është gjë e mirë sepse mbase e bën pak më të arritshme. Dhe ajo është diçka shumë pozitive. Në herën e fundit që kemi pasur votime, votuan 115.000 veta. Ishte numri që. Kështu që ai numër reduktohet edhe disa më shumë, kështu që ajo bën diçka edhe më të arritshme edhe më pozitive për hir të fushatës. Brenda partisë, në Partinë Demokratike, ne deri në këtë moment jemi 2 kandidatë. Ekziston mundësia sepse ajo filing deadline me pjetër momenti ku ke aftësi të deklarosh kandidaturën është deri në 19 prill. Kështu që mund të ketë një tjetër. Do dalin edhe është normale dhe është diçka s'ka asnjë gjë të keqe përkundrazi. Lufta brenda partive na bën kandidat më të mirë. Në një farë mënyrë na përgatit për fushatën e mëvonshme. Zgjedhjet brenda partisë
kjo është për të dyja partitë, dhe Demokratë dhe Republikane, do bëhen në gusht të këtij viti, në 2026 në 3 gusht. Deri atëherë jemi në fushat brenda partisë. Pastaj kush e kalon atë proces brenda partisë, bëhet kandidat i partisë dhe kandidon që për zgjedhje që bën në nëntor. Kështu që nga gusht deri në nëntor do ishim në fushatën elektorale të përgjithshme. Kjo është lufta që kemi. Brenda partisë kam një kandidat tjetër, në anën e Partisë Republikane që është nga ana tjetër në fushatën e përgjithshme. Ai është po kthehet sepse ka fituar atë pozicioni para 4 vjetësh, po kthehet për herën e fundit. Kjo është hera e fundit sepse kemi term limits që e limitojnë atë, nuk kandidon dot më përtesë kësaj. Ai po vjen po kandidon përsëri. Jam i sigurt që ai do ketë kandidaturën e vet brenda partisë, do bëj brenda kushtit do ketë edhe kompeticion, ka përshtypjen. Në këtë mes, puna juaj deri sot ju kemi parë, sepse kjo është faza me fundraiser, me komunitetin shqiptar, a ke bërë takime të drejt për drejta, si qysh? Absolutisht. Pafund, edhe detyrimisht ajo është roli im, ajo është detyra ime që të kem kontakt sa më shumë që të mundur me gjithë komunitetin e gjerë, por në veçantë me komunitetin tonë shqiptar. Një pjesë e kësaj analize në lidhje me komunitetin tonë, që normalisht bën kuptim për mua, bën kuptim për ne, sepse po jemi shqiptar, ky është komuniteti jonë, këto janë kontaktet tona, këta janë ata që na kanë mbështetur gjatë gjithë kohës, që unë kam mbështetur gjatë gjithë kohës, detyrimisht ka një simbiozë, një relatë që është mëse natyrale. Por për te asaj, do të thosha që shqiptarët në këtë fushatën time, kanë një rol pak të veçantë. Kanë rol veçantë sepse nga natyra atyre numrave që po thosha më parë, 115.000 veta që votojnë, ato janë shifrat vogla. Dhe duke pasur parasysh numrat e shqiptarëve që kemi këtu në këtë zonë, ndikimi i tyre është në një farë mënyrë me proporcion shumë të madh. Në fushatën që bëhet brenda partisë, në votimet që bëhen në 3 gusht. A ka rregull shkurtës tani. Herën e kaluar, kandidatja demokrate nuk kishte kompeticion, votuan 20.000 veta. Gjithsej, brenda partisë. Në qoftë se neve tani që jemi minimalisht 2 kandidat, mund të kemi më shumë, presupozojmë që nga natyra e kontestit do jenë rreth 30.000 veta që do votojnë, në maksimale. Kjo do të thotë që mua më duhen 15.001 vota që të fitoj. 15.001 vota në 260.000 persona që jetojnë në total këtu, nga cilët rreth 120.000 kanë aftësinë të votojnë këtu brenda, qoftë nga një parti tjetër. 15.000 vota janë shumë pak, nuk janë shumë. Duke pasur parasysh shifrat e shqiptarëve që nuk janë asnjëherë eksakte. Ja, se nuk deklarohen. Nuk e di pse deklarohen të bardhë, kur vjen puna ke nationality. Ka përshtypje që ashtu jeni, për nesër. Shifrat e shqiptarëve janë tilla që në një kontest ku fitohet me 15.001 vota, ato janë determinative. Në qoftë se mua më votojnë 1.000 shqiptar, shanset që unë do fitoj janë praktikisht shumë të mira. Në qoftë se votojnë 2.000 shqiptar për mua, është praktikisht e garantuar që do të fitoj. Kështu që shifrat janë shumë të vogla. Dhe njëjta gjë funksionon edhe ke zgjedhjet e përgjithshme. Herën e fundit, ka ato 115.000 vota që po ju thosha, kandidatja demokrate, që është nga partia ime, e humbi zgjedhjen për 795 vota. Okay? Që në 115.000 vota është përqindja 0 pik diçka. Ekzistonte modeli, analiza politike në atë moment, kur ishe para 4 vjetësh, i thanë kësaj kandidate, i thanë që duhet fitosh në Rochester Hills, sepse aty ishte fokusi. Në fakt, në gjitha ato komunitete që më përmenda më parë, Troy, Rochester Hills, Utica, Shelby Township, kandidatja jonë ishte kompetitive, plus 100 vota minus 100 vota. Në Sterling Heights, që është pjesë e distriktit, që është nga Dequindre Van Dyke 14 deri në Utica, aty ajo doli me deficit 3.000 vota. 3.000 vota janë asgjë. Për atë ishte diçka që e çoi në një farë mënyrë atë deficitin në 785 vota total. Kjo do të thotë që po të kem unë 1.000 shqiptar që votojnë për mua, në Sterling Heights, unë fitoj. Po do fitosh. Prandaj, në një farë mënyrë edhe analiza elektorale, sepse dashur pa dashur tani, edhe pse unë jam i angazhuar totalisht në sistemin e zgjedhjeve këtu për shumë arsye, por edhe në shkollë, ku kam qenë para juridikut, kam studiuar shkenca politike, që di aq në lidhje me sistemin sa të bëj një farë analize thjesht, analiza jonë elektorale këto aspekte shikon. Shikojmë aspektet demografike, shikojmë ku është komuniteti janë,
çfarë mbështetje do kemi për këtë komuniteti. Shikoj klientat e mi që kanë brenda përbrenda zyrës, që shoqëri Zotit pak të vjetë përgjithshme, jo 100%, po vjetë përgjithshme hynë e dalin kënaqur nga zyra. Edhe pastaj do kemi mbështetjen e tyre. Dhe në bazë të thjesht listave të klientave të mi që kanë brenda aty për një job, për një çështje biznesi, për një thash, kam të paktën unë si Renis 2000 veta që jetojnë brenda zonës. Individ. Sigur të kem vetëm gjysmën atyre të votojnë për mua, kam përshtypjen që do kemi një senator shqiptar amerikan. Po mirë si ti nxisin këta njerëz që të votojnë. Që jo, unë kam marrë, kam trokitur këtu dera juaj për të bërë pikërisht atë që të themi çdo shqiptar që është e nevojshme që kur të vi koha për të bërë zgjedhje të ngushtë, që në përgjithësi shqiptarët tanë nuk paradalin nga ato zgjedhje dhe bën kuptim sepse janë zgjedhje partijake që janë jashtë asaj analizës apo jashtë mendjes, bindjes ashtu. Po është e nevojshme. Ne duhet të mbështesim shqiptarët tanë. Në këto zgjedhje do kemë mundësi të zgjedhin të dyja palët, qoftë nga ana republikane me Robertin, qoftë nga ana ime me Partinë Demokratike. Suzi është pak ndryshe sepse ajo bëhet zgjidhja në konvent, që nuk funksionon ashtu. Por për këto të dyja edhe kanë aftësi ta bëjnë të njëjtën votë, sepse janë në zona krejtësisht ndryshme. Detyrimisht detyra jonë si komunitet është që ndihmojmë shqiptarët tanë në mënyrë që ndihmojmë vetveten. Prandaj duhet që ky është një rahap që hedhim, ku vim këtu dhe mundojmë të flasim sa më shumë shqiptarë jetë mundur. Detyra ime për tek saj është të shkoj trokas me çdo shqiptar që merr telefon, të shkoj të takoj personalisht. Dhe ti mbush mendjen që po duhet votosh për mua. Dhe ti mbush mendjen gjithë miqve të tij, familjes të tij, e kujdo që njeh, të më çojnë ku duan, unë do shkoj atje ku do duan ata, thjesht në mënyrë që të marrim këto vota, që të fitojmë këtë për veten tonë, për komunitetin tonë. Renis, të faleminderit për këtë analizë mjaft të hapur, të çiltër, edhe të nevojshme, edhe për ftesën që i bën komunitetit shqiptar amerikan për të qenë edhe ne të pranishëm në jetën politike amerikane, sepse ashtu mund të ndikojmë në ato problematika, në ato çështje që kërkojmë të zgjidhem edhe në nivel lokal, po edhe në nivel qendror. Ju uroj suksese, ne do të takojmë sërish se kemi prap kohë, do të kemi edhe ndonjë intervistë tjetër apo ndonjë event tjetër fundraiser, por besoj se komuniteti shqiptaro-amerikan shet tek ju një kandidat potencial për të realizuar këtë qëllim që ju i keni vënë vetes, por dhe komuniteti duhet t'ia vërë vetes, që të kemi sa më shumë shqiptaro-amerikan në jetën politike, si në atë lokale, dhe në atë qendrore. Faleminderit shumë. Të faleminderit. Faleminderit juve. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu i dhan fund emisionit ton Argument me të ftuarin ton për sot, Renis Nushaj, kandidat për në Senatin e Shtetit të Michiganit. Miru takofshim në emisionet tjerë. Faleminderit. Faleminderit.